Problemet me energjinë elektrike vjen të jetë një problem ende i pasgjellur për banorët e fshatit mes Mysëlim në njësinë Postrim. Kryesisht në ditët me reshe, luhatjet e tensionit janë të shpeshta, thon banorët, ndërsa ka shkëputje të energjisë elektrike të herpashershme. Investimet e realizuara nga OSHE duket se nuk kanë ndikuar në përmirësimin e kësaj situate në këtë fshat. Vjen i fjeshi, tak fikën dritat. Më në kryoret, krydyosh. Po luhatje tensionit? Ka, se kanë godisi duhet. Edhe ndark, edhe ditën, edhe ikon, bol ikon. Kuj me i thonë, me pa ditë babën të djali, s'ke që i thu kur kuj. Kush ka marrë. Ta në treja i kanë punë, po zigjon, se si e fikun e se qa bojnë a punë për ta, din ata të majtë. Vetëm që i këpusin 10 minuta, 15 minuta. Bjen shi, putet. Ja, nësë këna pas probleme, dhe e tash. Vesh kur fikën ka i herë, harau, kur ka një defekt ka i njeri jo. Pa ka se kur ka gjame kështu. Pa të si nuhati tensionit ka se të periud dimnit, pa dojnë mu është tonë me ngrohje, mirë pas një kojnë, normalisht, të bjetë që do me kënë. Krahas problemeve me energjinë elektrike, banorët ndeshen edhe me një shqetësim tjetër, siç është amortizimi i rrugëve. Në shumë pjesë të këtij segmenti që lidh fshatin mes Mysëlim me fshatin Bardhaj, ka prezencë të gropave dhe ujit, çka vështirëson edhe lëvizjet për automjetet dhe banorët e zonës.